Qartë. Zoti Papa, para 2 ditësh Trump deklaroi se mundësinë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga NATO. Duket se kemi një vizitë të rëndësishme në horizont, është sekretari i përgjithshëm Rutte, i cili javën tjetër do të jetë në Washington. Ka shqetësim në gjykimin tënd se në pamje të parë duket se ka reagim nga ana e NATO-s. Kjo na bën mendojmë se Trump e ka pasur seriozisht. Çfarë mund themi diçka më shumë? Trump ka dashur dal nga NATO që në vitin 2018, ka një fiksim. Po problemi është që Trump jumps, lëviz, nuk besoj se do shkojë deri atje, por dëmi ndaj aleancës është shumë herë më i madh nga këto deklarata që bën Trump. Trump mund mos dal de jure, por de facto zhvendos bazat, zhvendos trupat ushtarak në Gjermani, heq nga vendet europiane, dhe kjo e dobëson aleancën. Problemi për mua është ky që në qoftë se Trump u tregua foshnjërak me deklaratat, duke sharë drejtuesit e NATO-s, edhe NATO vet u tregua si fëmijë, duke thënë që nuk është lufta jonë. Gaboj. Qartë. Amerika është fuqia më e madhe e NATO-s. Ata do të thonim që presidenti Trump, ne jemi me ju, ne ju do ndihmojmë kaq. Por Italia nuk la në Sicili, Spanja nuk la bazat e saj, Franca nuk lejon të avionët e Izraelit. Trump ka drejt që të thotë që NATO nuk është për ne. Dhe faktikisht jo kam thënë NATO 2 ushtri ka, Amerikanën dhe ushtrinë e Turqisë. Vendet e tjera janë shumë dopta, edhe pse është 450 milion banor Europa, e ka GDP 22 trilion dollar, 10 herë më të madhe se të Rusisë, prap nuk shpenzon për mbrojtje, por ka mbatur mbrojtje nga muskujt amerikanë. Do ta ketë shumë të vështirë, në qoftë se tërhiqet me të gjitha modalitetet, por dhe sikur të bëj këto që them unë, ata që fitojnë është Putini. Republikat Baltike janë të rrezikuara, Moldavia është rrezikuar, fatkeqësisht edhe Kosova, edhe Ballkani. Zoti Papa, po. Unë shpresoj se nuk do ta realizoj Trump këtë. E kam shumë retorik. Ai me drejt mund grej pretendime dhe mund ketë edhe vrejtje kundrejt aleancës, por jo t'i ul reputacionin asaj aq më tepër, duke bërë një batut e cila shkon në favor të Vladimir Putin. Ai tha, jo më kot NATO duket në sytë e Putin si një tigër letre. Tani NATO nuk është tigër letre. Por fakti NATO tregua shumë me pabes me Trumpin. Amerikanët i kanë mbështetur europianët. Kur francezët e britanikët hynë në Libi, 7 muaj mbështeti Obama. Kur britanikët morën ishujt Falklandë, Reagan i mathi dhe në çek të bardhë. Pra kanë qenë me to. NATO duhet ishte me Trump. Nuk ka rëndësi se si flet zoti Trump. Fundit është president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një ish i NATO-s. Këtë nuk ka rëndësi. Pra, ata gabuan, sepse më e rrezikuar nga Irani është Europa, nuk është Amerika. Sido që ndodhi, ata duhet të ishin krahas Trump. Dhe Trump nuk ja fal. Për këtë jeni të sigurt. Qartë. Zoti Papa, ka zhvillime të reja në ngushticën e Hormuzit. Irani duket se kontrollon plotësisht, madje ka bllokuar atë, ka përcaktuar një numër për sa i përket hyrje daljeve të anijeve, madje edhe shtetet që do të përfitojnë nga biznesi me të. Për këtë arsye, Britania e Madhe, por edhe 40 vende tjera kanë ndërmarrë një mbledhje online, në rastin konkret,